Tani kemi një rast tjetër në prezant, për cilin do të kemi një lidhje direkte avokatin Gent Gjeni. Bëhet fjalë për një policë që dyshohet se rau brutalisht një qytetar. Për këtë do të flas avokati i viktimës. Ne kemi siguruar edhe fotografinë që e patet në krye titujt. Gentin e përshëndesim nga studio. Genti, përshëndetje. Pas pak do ta kemi. Pra, një zyrtar policor është arrestuar në ndyshimin për keqtrajtim dhe shkaktim të lëndimit të rënd trupor ndaj një qytetari në Prizren. Inspektorati policor i Kosovës ka njoftuar për arrestimin e policit, duke treguar edhe për veprime tjera që kanë dënuar për rastin. Genti, përshëndetje. Do të na dëgjon pas pak. Genti? Po, përshëndetje, po. Atëherë, unë vetëm një pjesë e tregova, natyrisht kemi në lidhje direkte për të na informuar më shumë për këtë rast. Po, në këtë rast unë e përfaqësoj palën e dëmtuar, kemi të bëjmë me një qytetar i cili ka ra pre dhe viktim e abuzimit nga ana e një policisë, se nuk duhet fajsohet gjithë policia. Kjo ka ndodhur për shkak gjobitit, domethënë bënies një gjove të trafikut, dhe ai në mënyrë të vendosur ka marrë gjobër dhe ka gjuajtur në tokë. Dhe tani policia të abuzoi dhe ka shpërdorur detyrën sepse e ka gjuajtur dhe të kërkojë letë njoftim dhe me atë arsye ta neutralizojnë, ta shtrin për tokë dhe ta shtrin dhe me një farë mënyrë ta vendosin këmbën në trup të tij dhe polici tjetër ta mbaj lidhur poshtë tokë dhe ky polici që i cili është tani më i ndaluar e ka dështuar dhe qytetari ka pasur fraktura të rënda trupore. Dhe tani për fatmirësisht inspektorati i policisë dhe vetë prokuroria për Koce ka marrë veprimet timore dhe policin e ka ndaluar. Është një gjest për të përshëndetur sepse edhe ju do të shihni fotot dhe janë pamjet incizive, sigurisht në ditën e fundit do t'ju tregoj se si policia e grushton dhe shkakton lëndime të rënda trupore një qytetari i cili ka pasur të drejtë të komunikojë sepse me udhëzim administrativ ti drejtë të komunikon me policin. Përderisa po flet, ne po i shohim edhe pamjet, pra janë këto pamjet që tregojnë gjendjen shëndetësore pas keqtrajtimit që stohet pas policisë, po na intereson si është gjendja e tij sot. Gjendja e tij është gjendja shumë e rëndë, ka lëndime të rënda trupore, ka frakturë dhe pritet të operohet jashtë shtetit, sepse vetë siç e shihni edhe në foton në ekran, aty kemi të nxjerrë shtyrën dhe ka fraktura në mollzat të faqes. Ky rast është rast i paprecedent se si polici në çfarë guxime, në çfarë drejtë e merr dhe kushton një qytetar, derisa ka fini frangosur dhe neutralizuar se s'ka pas nevojë ta grushtojë qytetarin. Dhe tani për këtë prokuroria ka marrë veprimet timore dhe është ndaluar. Prokuroria tani pritet të dalë në gjykatë dhe të vendosë masa parabukimit të policit. Gjithë kjo është stafikacion dhe është drejtësi objektive, sepse sot duhet ditur se politikat e rekrutimit të policëve nuk janë shumë brenda standardeve objektive, sepse ka sot policë të ri, të cilët nuk janë të arsimuar dhe diç dalin, mendojnë se kanë shtetin në dorë dhe përfaqësojnë dhe kanë të drejtë në rrugë se çka dojnë të bëjnë. E kjo e tregon se duhet të ndalohet politika e rekrutimit të policëve të amateur. Dhe rezultatet kemi se tani qytetari ka marrë lëndime të rënda trupore dhe duhet të shifat se çka do të ndodhë me qytetarin, po edhe me policin, që besoj duhet i vendosin masa parabukimit. Madje nga kontakti që kemi pasur ti ka thënë që është e pamundur që qytetari në fjalë të flasë, apo jo pikërisht për shkak të gjendjes së rëndë në cilën është për momentin. Po, ai shikni ai përveç gjendjes të rëndë të cilën e ka frakturën, domethënë ka lëndime, ka thyrje, ai ka edhe trauma, është i traumatizuar në kuptimin sepse nuk thirrët, nuk din se çka ka ndodhur me të. Pra ai duhet kurrohet edhe te psikiatri, përveç që ka marrë lëndime dhe fraktura, ai ka lëndime të rënda trupore. Tani presim që të kuperohet qytetari dhe polici të vendoset masa parabukimit dhe polici duhet të suspendohet, që tani IPK-ja ka dalë me rezultat edhe të suspendimit. Kjo është për të përshëndetur dhe është rast alarm që duhet na brengos gjithë qytetarëve se secili qytetar ka të drejtën të komunikojnë me policin derisa nuk i cenohet e drejta policisë gjatë ushtrimit të detyrës. E polici tani të abuzojë me detyrën dhe me pushtetin, kjo është gjë e papranuar. Po, me që Gent po thua që nuk ka vetdije, po mendoj nuk është shumë i saktë natë se çfarë ka ndodhur, si ka arrit klienti që tregoj ty çfarë realisht kush e ka keqtrajtuar dhe çfarë ka ndodhur atë natë. Po ju mirë shkruat sepse në fazën e hetimeve nga provat preliminare të cilat kena marrë, në çështje shkruan se aty janë marrë pamjet incizive, shifat se si është neutralizuar, vendoset këmba dhe grushtohet nga ky polici i cili tani është ndaluar dhe është një dëshmitar. Dhe mjaftojnë pamjet dhe që kjo fotografi tregon se çfarë
çfarë dhune në çfarë përmosa ka shkaktuar policia një qytetari. Dhe ai policita si akuzohet dyshon për 2 vjetra, për keq trajtim detyrë zyrtare dhe me shkaktim të lëndimit të rënd trupor. Po, avokat, vetëm ta saksojmë, ka qenë vetëm një komunikim që ka bëraj me policinë, apo është diçka që kanë pas ndonjë konflikt verbal ose nuk është bindë diçka policisë, është edhe kjo e rëndësishme të sqarohet. Me ato informacionet të cilët i kam, momenti kur ishte vendosur gjoba kundër në vetup të tij, në gjallë, ai e ka marrë gjobën dhe e ka gjuajtur letrën e gjobës e ka gjuajtur në tokë. Dhe ti nëse policia e sheh se ka gjuajtur letrën në tokë, ti nuk ke të drejtë të arrestosh apo të ushtron në dhunë ekstreme, sepse me ligjin në mbi udhëzim administrativ dihet në çfarë përmosa duhet të përdorë dhuna dhe çfarë thona, dhe janë dy policë të cilët e kanë neutralizuar fillimisht qytetarin dhe më pas gjatë neutralizimit dhe vënies në pranga e kanë kushtuar. Dhe janë pamjet trishtueshme se si në çfarë lëndime ka marrë qytetari. Gentim, të ftojmë vetëm ta na presë shpak, me qenë se patëm edhe një rast tjetër, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë Petrit Kryeziun, krye prokuror në Prizren. Zotri Kryeziu, përshëndetje. Përshëndetje për juve. Faleminderit shumë. Kemi 2 raste me cilat ne edhe nisim emisionin, po nisim nga ky rast i fundit, pra këtë sulmin polici që ka bërë karshi qytetarit. Kështu që të lutem pak detaje për këtë, avokati foli për pjesën e vet, kështu që çfarë ka ndodhur saktësisht dhe në cilën pikë është ky rast? Unë realisht nuk kam arrit me përcjell ato që e keni diskutuar në emision sepse isha në një takim. Mirë, po me qenë se mora telefonat nga ju për të kyçur, mund të konfirmoj faktin që ne fillimisht kemi marrë informacionin e parë edhe nga raporti i shpejt që ka ndodhur një sulm ndaj personave zyrtar nga një qytetar dhe gjatë reagimit të zyrtarëve policor, qytetari faktikisht ka psu lëndime trupore të rënda, ku është përplasur për tokë, përkatësisht për betoni, dhe këto kanë qenë informatat e para. Mirë, po ndërkohë, në bashkëpunim me hetuesit nga Inspektorati Policor i Kosovës, i kemi autorizuar që dalin teren, të mbledhin prova personale, ku kanë marrë pyetje dëshmitar, dëmtumin po ashtu dhe dyshuarit dhe po ashtu. E rëndësishme është që kemi siguruar prova materiale që vërtetohet e kundërta asaj që është raportuar. Cila është e vërteta pra e kundërta? Zotri Kryeziu. E kundërta rezulton në ato që ne kemi vendosur ta ndalojmë zyrtarin policor në 2 tetor për shkak që vërtetohet që ai ka përdorur forcën jo proporcionale në momentin kur pothuajse viktima ka qenë në kontroll dhe ai ka goditur në pjesën e fytyrës dhe tani më ai ka lëndime të rënda trupore. Dhe këto për ne janë të papranueshme pavarësisht që është zyrtar policor apo kushdo qoftë tjetër, për ne është me rëndësi që ti trajtojmë të gjithë barabartë para ligjit. Kemi një qytetar që dyshohet që nuk ju ka bindur urdhrave të zyrtarëve policor, mirë po mos bindja urdhrave të zyrtarëve policor pasën me kundërvajtje. Ka veprime të cilat mirën ndaj zyrtarëve policor e aftësi që të grushtohen e të goditën nga zyrtari policor në punën se siç ka ndodhur. Kështu që duke marrë parasysh gjitha këto, ne padosh të shohim në detajet të rastit, kemi parashtruar sot prokurori kujdestar nga departamenti përgjithshëm ka parashtruar këtë kesë për caktim mosën së paraburgimit ndaj zyrtarit policor, i cili dyshohet që ka konsumuar veprimet e tij elementet veprës penale, lëndimi rënd trupor, edhe keq trajtimi gjatë ushtrimit detyrës zyrtare. Po, zotri Kryeziu, një detaj për zyrtarin policor, nëse vetëm ka informacione, a ka pasur ndonjë rast ndonjë vepër të tillë më herët apo ky është rasti i parë? Tani për fund për rastet më hershme duhet të kemi gjykime të plotësueshme. Në rastin konkret dyshohet që ky zyrtar ka pas edhe një dyshim tjetër, mirë po është fazë e hershme të cilën nuk kisha dashur me ndonë këtë fazë sepse veç mund edhe ta paraqyjojmë se nuk i dihet epilogu se përfundon. Ai kuptojmë, po. Kemi një rast tjetër Ajda, dhe me që kemi krye prokurorin do të diskutuam pak më herët dhe ishim në një lidhje të drejtë për drejtë. Bëhet fjalë zotri Kryeziu për sulmin brutal ndaj një antari të komunitetit rom në Prizren. Cilat janë informacionet për këtë rast? Informacionet zyrtare po flasim po. Edhe për këtë rast mund të konfirmoj që i kemi informacionet cilat paka shumë vetë janë bërë edhe publike, por ajo që ka marrë informata sepse nuk gjendem në Prizren për momentin, nga kolegët e mi ka marrë informata që ende nuk janë identifikuar të dyshuarit, apo të identifikohen të njëjtit, prokuroria pa dyshim, pa kurrë kompromise dhe pa duke marrë parasysh qendjen që i kanë shkaktuar, duke marrë parasysh edhe nivelin e tij, edhe gjithçka tjetër si ka ndodhur rasti, do të veproj sigurisht se çdo rast tjetër pa dallim. Po. Ne ju falenderojmë shumë për këtë paraqitje drejt për drejt dhe natyrisht që gjithë këto informacione zyrtare që i ndahet bashkë me neve këto në Kosova Live.
Faleminderit juve, punë mirë. Faleminderit, ne do të kalojmë vetëm për pak edhe tek Genti, tek avokati i viktimës. Genti, pra u tha nga krye prokurori, më fal, se edhe nga qytetari pra nuk i është bindur urdhrave të policit. Natyrisht, jo kjo që e arsyeton sulmin, s'ka diskutim kjo. Po, tani, une me ato sa kena parë dhe sa përshqitin në portale, jemi solidarizuar gjithë me rastin e një qytetari, sepse qytetari ka marrë dhunë në përmasa jo proporcionale, në është një dhunë e papranuar. Në më thonë, këtë rast, edhe pse mos bindja vete e shpjegoj bukur krye prokurori, tha, mos bindjet në këtë rast hyjnë në procedurë të kundërvaqe, nuk hyjnë në kuadër të vepra penale. E jo ti tash për një polemik apo për një debat, ti ta kesh përdorur detyrën ta shtrin për tokë dhe të kja komoditet ta kushton qytetarin dhe ta shkakton ato lëndime këto janë vepra të papranueshme. Vetëm merren të lutem rregulloje se u ndal nëse mundesh. Po, ndërkohë Genti ishin këto gjitha që i tha krye prokurori ato që dhe ju keni informacione, duket se kemi një shkëputje. Megjithatë ato që i tha avokati, pra Genti në këtë rast që është avokati palës së dëmtuar nga keqtrajtimi, ishin të njëjta me krye prokurorin. Genti po na dëgjon besoj. Edhe ju sepse krye prokurori duli me një qendrim të parimor, se është në fazë të grumbullimit të fakteve dhe provave dhe është një veprim për të përshtatyer nga inspektorati i policisë se këto raste kur policia kishte përdorur detyrën nuk i arreston policia e zakonshme. Policia normale është IPK-ja e cila bie në funksion dhe aktivizohet që ta arrestojë policin. Dhe është çështje e mirë dhe është duhet të jetë alarm edhe për gjithë qytetarët tjetër të sensibilizohen, të ndërgjegjësohen raste të tilla kur ka zbullim detyrës, ti paraqisë policë në organe përkatëse. Se këto raste janë fenomene në rritje. Janë në rritje se edhe desha të pës realisht, nga përvoja që keni dhe nga rastet që keni. A ka pasur rastet e tilla në Prizren edhe më herët ose kohët e fundit? Ka pasur, po ato kanë qenë të natyrave të lehta të themi dhe me thonë të drejtë edhe qytetar pak hezitojnë dhe ngurojnë sepse jo secili ka atë bindje që duhet të shtyhesh me policin sepse nuk bën të shtyhesh me policin sepse po të shtyhesh me policin të qet më keq sepse ai polici nesër mund të kontrollon, mund të hakmirë. Domethënë është edhe një frikë psikologjike tek qytetarët që nuk pranon, unë i kurajoj qytetarët. Këto raste të tilla sepse kanë ndodhur. Po nga vjen kjo frikë se domethënë hera dytë që po e dëgjojmë që nuk kanë frikë. E tha pikërisht edhe më herët në lidhje direkte Micari, nëse jam i saktë me emër, pse kjo frikë për të lajmëruar policinë për këto raste, avokat? Po unë me ata qytetarë klientë përkatësi që të cilët kanë pasuar të cilët nuk dëshirojnë emra të japin, gjithmonë bindja e qytetarit është se nuk duhet ta paraqes policin sepse ata policë nesër më mirën mund të bëjë gjobitin apo mund ta kurdisin diçka të tillë. Pra qytetarët hezitojnë dhe kanë frikën ti paraqisë raste edhe kur ka keqëndrim të detyrës qytetarë nga ana e policëve. Por këtë rasti konkret për dhunën e papranuar dhe dhunë e përmasave jo profesionale, dhunë fizike që s'është prarë deri në tani, ky rast është për të dënuar dhe detestuar për të parë në ekran se çka ndodh sot një policë se si e ka goditur qytetarët çfarë lëndime ka marrë. Avokat, një çështje, domethënë në aspektin institucional, nëse pra policia nuk e kryen punën, lajmërohet qytetari tek policia, dhe si duhet të veprojnë në mënyrë institucionale, cila është rruga e duhur pra? Ligji ka përcaktuar bukur, domethënë qytetari në këtë rast nuk duhet të lajmërohet tek policia sepse është konflikt interesi. Qytetari ka IPK, inspektorati i policisë, është organ e cila e tonë me mbet fakte dhe dëshmi dhe është në mandatin e inspektoratit që policin ta përcjellë në ato fakte ka autorizimet dhe mandatin e tyre që ta arrestojë policin. Më pas mirët intervista dhe kjo çështje kalon në prokurorin përkatëse dhe prokurori i departamentit përkatëses i cili qëllon në lëndë ka të drejtë të ndalojë policën dhe të shef për masat e lëndimeve dhe provave se çfarë ka ndodhur. Po raste të tilla ku ka pasur policë të cilët janë hetuar nga ana progresiste është rast unë do ky rast është për të përshëndetur se era parë po ndodhi policë po ndalohet në afat me kategorinë dhe po vendoset mos paraburgimi me propozim është era parë. Është një veprim për të përshëndetur. Po, që e tha edhe krye prokurori publikisht që propozon që duhet bëhet kjo. Ndërkohë në gjithë Kosovën, kjo ka ndodhur prizë, kjo është një shije mirë, një politikë mirë e kryeprokurorit Petri Kryzio e vlerësoj dhe e përshëndes punën e tij. Menaxheror është një kryeprokuror që meriton lavdata për punën e tij dhe është kryeprokuror që ka zbatuar rregull dhe e forcon ligjin në gjithë qytetin e prezidentit. Faleminderit shumë avokat për këtë lidhje sot dhe për gjitha informacionet.